Që diskutimet për sektorët e veçantë të ekonomisë kombëtare ka rëndësi jetike, rëndësi shumë të madhe, por edhe element të rëndësishëm të ekonomisë tregut, siç është tregu i lirë, kursi i lirë i këmbimit, marrin po kaq vlerë. Dhe doja të thoja që kursi i këmbimit i ka të gjitha kahet e veta. Ka edhe këtë ndikim në këtë sektor të posaçëm të ekonomisë kombëtare, siç ka ndikime të tjera në sektor të ndryshëm të tjerë të ekonomisë kombëtare. Dhe natyrisht, kur flasim për çmimet në treg, duhet kemi parasysh edhe faktin që ne jemi vend importues. Natyrisht, një pjesë e konsiderueshme e çmimeve impakton produktet posaçme në treg apo të konsumit përgjithshëm të qytetarëve, përfshirë ushqimet, po përfshirë edhe hidrokarburët që impaktohen nga kursi i këmbimit monedhës. Një kurs fiks i fiksuar, të cilin Shqipëria nuk e ka pasur që nga viti 1990 kur ndryshoi sistemin dhe zgjodhi ekonominë e tregut si sistemin bazë të ekonomisë vetë kombëtare, natyrisht do të impaktonte shumë fort pjesën tjetër të ekonomisë kombëtare dhe natyrisht mbi të gjitha konsumin dhe çmimet e qytetarëve. Kështu që kur kërkojmë për një sektor të caktuar, duhet kemi parasysh edhe impaktin që ai jep në sektorë të tjerë të ekonomisë. Ajo që për cilin unë dua të flas sot këtu, ka të bëjë me tregun e hidrokarburave. Natyrisht që është shumë e ndjeshme çështja tani, për shkak se çmimet në konjunkturën ndërkombëtare vijojnë të jenë për lart, shkuan lart për shkak të situatës luftës në lindjen e mesme, midis Izraelit, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, një regjim teokratik i egër mbi popullin e tij, po edhe mbi vendet e tjera të rajonit. Thënë të gjitha këto, natyrisht që duhet kthejmë vëmendjen nga modeli i tregut që kemi në këtë sektor. Është shumë e rëndësishme që narrativa që synon të fsheh element posaçëm mbi të gjitha modelin e tregut që ne kemi në sektorin e hidrokarburëve të mos gjejë hapësirë të mjaftueshme për të zhurmuar apo mbi të gjitha për të fshehur e trequr vëmendjen në drejtime të tjera. Po patjetër ne kemi një nivel të lartë të tatimeve dhe taksave mbi hidrokarburët dhe nuk është se nuk e dim këtë gjë, nuk është se nuk e kemi patur zgjedhje këtë gjë, po e kemi patur zgjedhje, nuk është se nuk po e administrojmë pikërisht të problematik që kemi me tatimet dhe taksat. Qeveria ka lajmëruar që do të ndërmarrë një nisëm për të ulur akcizën apo për të reduktuar akcizën, por në krahun tjetër e gjitha kjo nuk mund të shmangë vëmendjen nga modeli i tregut që kemi. Edhe me tregun e sotëm, edhe me çmimet e sotme në bursë të hidrokarburëve, qoftë të Brentit, qoftë edhe të çmimeve të naftos crudo, natyrisht që ne kemi çmimin neto të hidrokarburëve më të lartë se sa i gjithë rajoni. Po flas për çmimin neto pa taksat fare, që është më i larti se edhe në Maqedoni, edhe se në Kosovë, edhe se në Malzi, edhe se në Greqi, edhe se në Serbi. Dhe natyrisht e gjitha kjo të çon që ta fokusosh vëmendjen tënde në një element kyç, që është modeli i tregut. Ditën parë lexova një deklaratë të shoqatës së hidrokarburëve, që me thënë drejtën nuk funksionon si shoqatë, po funksionon si një kartel që garanton dhe mban çmime dhe fitime të larta në sektorin e hidrokarburëve. Natyrisht kaloi jashtë vëmendjes, nuk mori përgjigje ajo deklaratë edhe për shkak se është krijuar bordi i transparencës, që është keq kuptuar si bordi që cakton çmimet. Ai bord duhet funksionojë mbi këtë bazë, mbi bazë të transparencës, po edhe mbi bazë të modelit të tregut të bëjë transparencë, me qëllim që gjithë të jenë të qartë se ku e kam apo ku e kemi problemin. Thjesht dhe vetëm tek tatimet e taksat, apo edhe tek modeli i tregut që garanton apo mban çmime të larta dhe fitime të larta në këtë treg. Mbi të gjitha, ajo që më bëri përshtypje ishin tonet kërcënuese të një shoqate që funksionon në treg si kartel. Tonet kërcënuese të tyre për të ndërprerë furnizimin, për të ndërprerë importin, e kështu me radhë, natyrisht janë tone kriminale që kërcënojnë sigurinë kombëtare në këtë vend. Sigurinë kombëtare, jo thjesht dhe furnizimin me naftë apo me benzinë të makinave, po kërcënojnë sigurinë kombëtare. Dhe natyrisht duhet të marrim përgjigje duke shëmbur modelin e tregut hidrokarburëve që garanton fitime, arrogancë
dhe kërcënime nga operatorët në këtë treg. Faleminderit. Faleminderit, zoti Luciano Boçi. Faleminderit kryetar, nderuar deputet, në këtë parlament është folur shpesh për diskriminimin e veriut. Janë sjell fakte për diskriminim ekonomik, social, në shumë fusha, por nuk ma merrte mendja të funksiononte dhe ju të realizoni diskriminimin universitar. Ju e dini shumë mirë që Shkodra është kryeqendra e veriut, por universiteti i tij nuk ka këtë profilizim nga ana juaj, nga politikat tuaja. Sot ai ka vetëm një godin pink, ndërsa ngjyrat e tjera janë gjitha të zeza. Megjithëse kam parashtruar një sër kërkesash, pedagogët dhe drejtuesit, asnjë nuk është plotësuar. Sot Shkodra duhet kishte kampus universitar të miratuar për vetërënsinë dhe rolin që ka universiteti. Sot, së paku, Shkodra duhet ishte qendër e licencimit në aspektin akademik të mësuesve të gjuhëve tuaja apo të programeve të gjuhëve tuaja, sikurse duhet jetë një qendër universitare për promovimin e turizmit, dhe pse jo në profilizim rajonal të marrë balencë në përgatitjen e mësuesve dhe trajnimin e mësuesve të diasporës se kanë kërkuar ata vetë, sikurse kanë kërkuar bashkangjitjen në infrastrukturën e universitetit të një godine që nuk funksionon. Senatoriumit, pse nuk mund t'i jipet kjo gjë? Dhe sikurse ka dhe kërkesa tjera, godina e rektoratit ka që nga viti 1994 që nuk është restauruar. Sepse vërtet universitetet duan kërkim shkencor, por duan dhe infrastrukturë, duan ndërkombëtarizim, siç thoni ju, gjë që nuk e keni bërë, por duan dhe mbështetje financiare. Dhe meqense dua trajtoj dhe çështjen e ndërkombëtarizimit, spari çështjen e pedagogëve. I keni diskriminuar gjithë pedagogët dhe të Shkodrës dhe të Shqipërisë, sepse nuk i keni indeksuar pagën të vetmit, janë ata në bazë të inflacionit. Ndërsa për ndërkombëtarizimin ka dalë para pak kohësh klasifikimi, renditja, rankimi, quajeni si doni, i QS ranking, dhe në 1500 universitete Shqipëria nuk ka asnjë universitet aty, ndërkohë që rajoni ka universitetet e tij. Dhe diku është më e keqja, në rankimin e universiteteve ka triumfuar Afrika, është Sudani, është Etiopia dhe janë vende të tjera. Dhe kjo nuk është çështje vetëm e financimit dobët, sepse a e dini që Sudani, Universiteti i Khartoumit, që renditet në vende nderi, a e dini sa janë të ardhurat për frym në Sudan? Janë 600 euro për person. 600 euro. Ndërkohë që Shqipëria në renditjen e të ardhurave për frym është në nivelin e 9.800 eurove. Gjë që tregon qartazi që ky ndërkombëtarizim, ky nivel i dobët i universiteteve shqiptare nuk është vetëm për arsye mos mbështetje financiare, por është dhe për shkak të politikave që ju ndërtoni me universitetet, duke i braktisur ato dhe duke i diskriminuar. Dhe sot kemi një ndarje shumë qartë midis Universitetit Tiranës dhe universiteteve të rretheve. Gjë që do sjellë në perspektivë humbjen e autoritetit tyre, mbylljen e shumë degeve dhe pse jo dhe zhdukjen tragjike të këtyre universiteteve. Faleminderit, zoti Belind Kılliçi, përgatitet zonja Besa Spao. Nderuar qytetar, dua sot të ngrej disa shqetësime konkrete që më janë bërë prezent kohët e fundit nga banorë të ndryshëm të kryeqytetit dhe jo vetëm. Pas kanabizimit masiv të vendit, trafikut të drogave të forta,
konsolidimit dhe forcimit të grupeve dhe familjeve kriminale që zotrojnë teritoret të caktuara me bekimin e plot qeverisë, pastrimit masiv të parave në sektorin e ndërtimit. Pra pas këtyre krimeve të rënda, tani më me rilindje në krye, Shqipëria është vendi i preferuar për call centerat mashtrues. Ky është ndër bizneset e preferuara të grupeve kriminale që zhvasin kryesisht qytetarët evropian dhe jo vetëm. Nuk po flasim për raste sporadike, por për një industri të mirëfill që vijon pa u ndalur, pavarësisht njoftimeve të institucioneve ligjzbatuese, vendase e të huaja, pavarësisht denoncimit nga emisionet të njohura si Lejene në Itali, emisioni Piranja në Shqipëri, e pavarësisht zërit ngritur nga opozita. Dhe sot, jo vetëm që nuk kemi një ndërhyrje të qeverisë për ta ndalur këtë aktivitet kriminal, por më keq akoma, jemi para rrezikut kur ky lloj biznesi tenton të konsolidohet edhe më shumë, madje edhe të institucionalizohet. Muajt e fundit, nga burimet të hapura dhe shqetësimet e ekspertëve të ndryshëm, ka mësuar se po punohej për licencimin e një banke online në Shqipëri, e sot ky është fakt. Këto shqetësime forcoheshin dhe më shumë kur shija se si zhdukeshin lajmet e gazetarëve ekspert të fushës. Për këtë arsye, në cilësinë e deputetit Kuvendit Republikës Shqipërisë, i jam drejtuar Bankës Shqipërisë me një kërkesë për informacion të detajuar mbi miratimin paraprak të licencës për këtë bankë, aksionerët dhe burimin e kapitalit fillestar, që kërkon minimumi 10 milion euro vetëm për sigurimin e licencimit. Nëse Këshilli Mbikëqyrës ka kryer verifikimet nëpërmjet komunikimeve me institucionet ligjzbatuese. Dhe 4, mbi të gjitha, nëse këta individ, pra themeluesit, kanë lidhje të mundshme me platformat Forex. Platformat Forex, siç e dini, janë platforma investimi online të cilat mbartin një risk shumë të lartë dhe ka pak të tilla të licencuara në vendin tonë. E ndërkohë, lulëzon biznesi i mashtrimit me call centera për gjoja investime në bursë, që ka shkaktuar shumë viktima dhe dëme të mëdha financiare. Kjo kërkesë pra që i kam drejtuar Bankës Shqipërisë buron nga logjika e thjeshtë se aty ku ka mjegull dhe tym financiar, zakonisht diçka bluhet dhe zjarri është aty. Përgjigjja e Bankës Shqipërisë nuk ka adresuar gjitha kërkesat e mia, megjithëse ato ishin të qarta, të detajuara dhe tepër të thjeshta. Më konkretisht, Banka e Shqipërisë ka konfirmuar se ka dhënë miratimin paraprak për licencimin e Jet Bank. Sipas saj, analiza financiare është bazuar vetëm tek njëri nga ortakët, Idan Avishaj. Por pyetjes sime, nëse ortakët kanë punuar ndonjëherë në platformat Forex, Banka e Shqipërisë i përgjigjet çuditshëm me një shmangje naive në rastin më të mirë, ose me një sofistikim të qëllimshëm në më të keqin. Sipas saj, shtetasit Idan Avishaj dhe Saniel Sanilevic nuk kanë qenë të punësuar në shoqërinë financiare Forex. Pra me këtë përgjigje, që nuk shteron pyetjen time mbi platformat Forex dhe jo mbi një shoqëri financiare të quajtur Forex, Banka Qendrore ose nuk e ka kuptuar kërkesën, ose qëllimisht keq informon publikun dhe parlamentin. Duke qenë se kemi kohë të limituar sot, dua ta mbyll me ftesën time për gjithë ekspertët për të bërë pjesë e këtij debati për shoqërinë dhe qytetarët shqiptar. Sa për qeverinë dhe agjencitë e zbatimit ligjit, sigurisht nuk kam shpresë se do të bëjnë detyrën e tyre. Nëse ka palishmëri dhe biznes kriminal, dihet se i pari që ka mbyllur një sy apo e ka dhënë bekimin është vetë kryeministri Edi Rama. Faleminderit. Zona Besa Spau ka ndruar vendin me zotin Ardit Bido. Zoti Ardit Bido.